Dje publikova një video, 11 sekonda, e bërë me AI, që e kishte publikuar dikush, mu duk fan dhe e hodha në profilin tim. Duke shkruar me të mëdha poshtë, video e bërë me AI, nuk është video ime. Dhe çfarë ndodhi? Kompania që analizon komentet tha që 75% të komenteve mendonin që kjo video ishte vërtet dhe isha unë që po e bëja. Shiheni videon gjatë kësaj kohe. 75% mendonin, ndërkohë askush nuk e lexonte që thosha është bërë me AI, askush nuk e shihte deri në fund. Dhe kjo më ngriti një pikë pyetje të madhe. Çfarë po ndodh me rrjetet sociale? Pse janë kaq lehtësisht manipulueshëm njerëzit? Pse ka kaq shumë njerëz që nuk vënë as minimumin e trurit për të kuptuar, madje as për të lexuar kur e kanë shkruar zezën mbi të bardhë? Kjo do thotë që sot me fake news, që 87% të lajmeve sipas një universiteti holandez janë fake ose të deformuara, pra 87%, ti mund të manipulosh këtë duash. Ky është një rrezik jo i vogël rrjeteve sociale. Dhe këtë kanë vërtetuar vetë dje kur 75% njerëzve mendonin që kjo video është e vërtetë. A imagjinoni tash çfarë çmendurie? Nuk lexojnë as komenti që kisha shkruar unë vetë.